Të gjitha ushqimet që konsumohen në çerdhe dhe kopshte nga fëmijët, tu nështrojnë analizave në institucionet përkatëse. Kjo është porosia që u lihet drejtuesve të institucioneve parashkollore në rajonin e Gjirokastrës nga Njësia Vendore e Kujdesit Shëndetësor për të parandaluar ndonjë situatë të pakëndshme epidemiologjike. Jemi në të gjithë territorin e rrethit të Gjirokastrës për të verifikuar në të gjitha institucionet shkollore dhe parashkollore, por kryesisht në ato institucione ku ka dhe ofrohet ushqim për fëmijët e rrethit të Gjirokastrës, kushtet higjieno-sanitare, por edhe kushtet e kuzhinave dhe të gjithë situatave që kanë të bëjnë me të gjithë monitorimin e pjesës ushqimit, apo qoftë të ujit të pishëm, apo qoftë edhe të kushteve higjieno-sanitare që kanë këto institucione. Ne kemi lënë porosi në bashkëpunim edhe me drejtuesit e këtyre qendrave që përpara se të konsumohet të paktën ushqimi, të kryen analizat përkatëse në institucionet përkatëse për sa i përket të kontrollit të ushqimit. Nga ana tjetër, nga ky institucion janë shtuar edhe kontrollet e ujit, jo vetëm në pikat fundore, por edhe në subjektet publike e private. Ne ecim paralelisht edhe me monitorimin me gjithë laborantët tonë të ujit të pishëm, në të gjitha vendburimet dhe në gjitha depot e rrethit të Gjirokastrës, por sidomos edhe në subjekte të ndryshme publike dhe jo publike, bare, restorante, ku po kryejmë ditë për ditë analizat mikrobiologjike dhe fizikimike të ujit të pishëm. Këto inspektime dhe kontrollet të shtuara vijnë në vijim të monitorimit të vazhdueshëm të situatës epidemiologjike në institucionet parashkollore, marrë shkas edhe nga rastet e shënuara me salmonel në një kopshtë të Gramshit.